Me rrugë televizioni më i ri në Shqipëri, jo thjesht një koincidencë, por në ditën e mësuesit në orën 19, lindi televizioni Channel One, një sfidë, një ambicie, një risi dhe mbi të gjitha, jo thjesht një televizion. Channel One pritet të jetë vërtet një hapësirë ku çdo kush mundet të gjejë atë që filma, spektakle, lajme, emisione, dokumentar dhe gjithçka që i nevojitet çdo moshe, tashmë pritet të jenë të gjitha në ekranin e Channel One. Është një investim serioz i presidentit të këtij televizioni, zotit Ylli Ndroqi, i cili starton kështu ambicien e tij më të re. Ishte drejtori i përgjithshëm i Channel One, Patrik Sadikaj, që përsolli përshëndetjen e parë në këtë dritare të re televizive. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje. Ju përshëndesim për herë të parë nga ekrani i Channel One. Hapësirës televizive shqiptare i është shtuar kështu një ekran i ri, i cili starton me emetimet e tij si pjesë e grupit radio televizionit Ora News, të cilin e ka drejtuar me mjaft sukses presidenti Ylli Ndroqi dhe tashmë do të jetë edhe me një eksperiencë re. Televizionin Channel One do të jetë një hapësirë e plot televizive që do t'ju sjell të gjitha momentet, duke filluar pra që nga fëmijët deri tek më të moshuarit. Do të ketë gjithçka për gjitha grup moshat dhe do të sjell për ju reality show televiziv, filma nga më të fundit që vinë prej kompanive prestigjioze hollywoodiane. Do të jetë një moment i veçantë, pra ora 19 që sapo e kemi kaluar, sepse do të shënoj kështu televizionin më të ri në tregun shqiptar. Channel One është pasuese një sfide tjetër që zoti Ndroqi ka treguar prej 4 vjetësh, atë të Ora News, që të gjithë e njohin si ideatorin dhe zbatuesin e një revolucioni të vërtet në Shqipëri. Pikërisht në këtë udhë pritet të jetë dhe të ecë edhe Channel One, një ambicie që pritet të ketë sukses.